Liberalizimi I tregut të energjisë elektrike ka ngjallur reagime që nga fillimi I këtij procesi. Kemi pas reagime të shumta. Së fundi, Gjykata Supreme ka marrë një vendim duke shfuqizuar 2 nenet në bazë të cilës është marrë vendimi I zërejës për të kaluar në tregun e lirë të energjisë elektrike. Për të diskutuar në lidhje me këtë vendim dhe me gjithë procesin, me mua në studio kam përfaqësuesen ligjore të Odës Ekonomike të Kosovës, Krenare Vokshi. Përshëndetje ndërruar. Përshëndetje, Kushtrim. Faleminderit, kënaqësi të jam pjesë e emisionit tënd. Krenaren për ndryshe kemi edhe kolege. Po, patjetër. Pra, kënaqësia e dy fesht. E dy fesht. Gjithashtu kemi edhe Besar Dresha nga Lidhja e Bizneseve të Kosovës. Përshëndetje ndërruar. Faleminderit, është kënaqësi si çdo herë më kom pjesë. Krenare, jo vetëm se të kam kolege, po duhet ta nis me ty, kështu që gjenia e bukur. Me marrë si përfaqësi, faleminderit shumë. Krenare është vendimi I fundit I Supremës, e cila faktikisht shfuqizon 2 nene në bazë të cilës është marrë vendimi për liberalizimin e tregut të energjisë në vendin tonë. Por çka konkretisht thuhet në këtë vendim? Çka parasheh ky vendim I gjykatës? Do të filloja fillimisht që t'i shpjegojmë edhe shikuesve që ta kenë më të qartë, pra se si ka ndodhur procedura, apo ndoshta një historik të shkurtër. Pra, Kosova si pjesë apo obligimeve ndërkombëtare, po ashtu edhe me ligjin për energjinë elektrike, e ka pasur për obligim apo detyrim që të kalojë në tregun e lirë të energjisë elektrike. Thënë më thjesht, pra që konsumatorët, bizneset të kenë mundësi të zgjedhin jo vetëm një furnizues, po të kenë më shumë opsione të tjera në mënyrë që të rritë konkurrencën, po ashtu edhe të ulë koston e shpenzimeve të tëra. Dhe në këtë rast, çfarë ka bërë zëreja? Në këtë rast ka nxjerrë një regulativ ku ka klasifikuar se cilat biznese duhet të kalojnë në treg të hapur. Dhe në këtë rast ka vendosur 2 kritere, pra që njëri prej tyre ka qenë që pra bizneset që konsiderohen jo familjare, dhe kështu pastaj janë quajtur ato, që I kanë mbi 50 punëtor, e po ashtu që kanë edhe mbi 10 milion euro qarkullim. Në këtë rast, bizneset e kanë parë si të parësyeshme dhe jo vetëm Oda Ekonomike, por edhe shoqatat e tjera që përfaqësojnë të drejtat dhe interesat e bizneseve, për shkak se nuk është bërë pra në mënyrën e duhur, një hulumtim I saktë I tregut dhe ka lënë shumë paqartësi, qoftë ligjore, po ashtu edhe me kosto shumë të lartë për disa biznese, pra që kanë qenë e papërballueshme, dhe këtë rast Oda Ekonomike e Kosovës ka bërë padi në Gjykatën Supreme për të kërkuar ligjshmërinë e këtyre akteve, pra apo këtyre neneve. Dhe në këtë rast kemi një vendim shumë të drejtë Gjykatës Supreme të Kosovës, e cila ka bërë shfuqizimin e këtyre neneve. Dhe tash jemi në një pikë, pra kur themi kështu topi është e zëreja, dhe zëreja është obliguar, me qenë se është titull ekzekutiv, që të ulë dhe t'i rishikoj këto nene, t'i rishkruaj edhe njëherë, të bëj analizë të qartë të tregut dhe pastaj pra të del konkretisht duke mos lënë edhe zbrastira ligjore pra për gjitha bizneset e cilat kanë pasur paqartësi e po ashtu dhe pa mundësi për të kaluar në këtë treg. Po, këto nene, Krenare, saktësisht, cilat janë nene që janë hedhur poshtë në këtë vendime të Supremës? Po, pra si që thash, janë pikërisht të 2 nene që kanë të bëjnë me kriteret. Me kriteret për bizneset të cilat konsiderohen biznese jo familjare. Për shembull, ku ka qenë paqartësia, që t'jemi pak më të qartë edhe me shikuesit, ka pasur bizneset, të marrim shembull, me 60 punëtor, por që kanë kryer shërbime dhe kanë pasur kosto më të vogël të energjisë elektrike, pra shpenzim më të vogël. Po ashtu në anën tjetër ka pasur për shembull kompani, të cilat kanë qenë prodhuese me 20 punëtor, por që kanë pasur shpenzime më të mëdha. Dhe për ato kompani, pra ka qenë shumë më e papërballueshme, pra që të bëjnë të kalojnë pra në këtë formë në tregun e lirë. Dhe e gjithë çështja është këtu, pra që të zgjidhen se cilat biznese duhet të kalojnë në tregun e hapur. Po, në anën tjetër e dim që edhe lidhja e bizneseve ka qenë një prej zorave të fuqishëm sa i përket kësaj çështje, gjithmonë duke pas parasysh këtu edhe interesin e bizneseve, po edhe qartësinë e gjithë këtij procesi të daljes në tregun e hapur të energjisë elektrike. Këtë vendim të fundit të Gjykatës Supreme, si e keni parë realisht, i ndihmon bizneset, është bërë ndonjë qartësi, apo prapë konsideroni që ka mbetur gjithçka pezull? Po, ky vendim është një vendim jashtëzakonisht I fuqishëm në aspektin e mbështetjes së bizneseve, në shpejtimin e ekonomisë, në shpejtimin e prodhimit dhe njëkohësisht është një vendim I cili ka hapur një mesazh të qartë çdo qeverisë të cila
ose çdo institucionit të pavarur, sikur këtë rastin e ZRS, e cila nxjerr vendime të dëmshme dhe vendime të jashtëligjshme në frymën edhe të Konstitucionit të Republikës Kosovës, atëherë ky është një mesazh i qartë se duhet të kenë kujdes për vendimet e tjera të cilat mund t'i nxjerrën në ditët në vijim ose në vitet në vijim. Kështu që lidhja e bizneseve ka qenë gjithmonë zë kritik i këtij vendimit. Ne para se mund nxjerr ky vendim, këtë vendimin e gjykatës neve që ja kemi dërguar, do të thotë ZRS që kemi njoftuar se nëse ky vendim zerët është vendim antiligjor, është vendim në kundërshtim të frymes të drejtave ligjore në Republikën e Kosovës dhe njëkohësisht do të jetë shkatërrues dhe dëmtues për të bërë biznes. Dhe vetë fakti i këtij vendimit i cili filloi të implementohet, ne kemi në ramje të eksportit në Republikën e Kosovës dhe kemi rritje të importit. Do të thotë më njëherë ka hapur mesazhe negative në aspektin ekonomik dhe në aspektin e të bërë biznes në Republikën e Kosovës. Njëkohësisht kemi edhe probleme tjera të cilat në mungesë ose në momentin e zbatimit të këtij vendimit, në bizneset të Republikës Kosovës ne kemi edhe humbje të tregut edhe të brendshëm sa i përket konsumit me prodhimet tona, sepse bizneset tona me një kosto jashtë të lartë të prodhimit final të produktit është detyruar që të rritet edhe kosto e çmimit të shitës dhe kjo e ka bërë që ne mos jemi konkurrencë as në tregun e brendshëm. Dhe si rezultat i tyre kemi edhe një shtrëngullim të sistemit sa i përket edhe të inflacionit, nëse krahasojmë me vitin paraprak, këtë muaj kemi mbi 5% të rritjes së inflacionit, që nënkupton është dëmtuar jashtëzakonisht mirëqenia e qytetarëve, dëmtuar qytetarët dhe shporta e konsumit në përgjithësi. Pra këto vendime ishin vendime të dëmshme, ishin vendime shkatërruese për ekonominë, e fatkeqësisht ishin të miratuar në heshtje edhe nga ana e institucioneve të cilat nuk i ndëgjojshin zërin e përfaqësuesve të bizneseve dhe këtë duhet ta kuptojnë herë për gjithmonë, sepse ne jemi kritikues në aspektin e mbështetjes të ekonomisë, ne jemi kritikues në aspektin e ruajtjes të rendit dhe të ligjit, por ne jemi aleatët më të fuqishëm sa i përket institucioneve pa marrë parasysh se kush do të jetë pjesë e qeverisë. Ne bashkëpunojmë me qeverinë për të mirën e zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunojmë me qeverinë për të mirën e qytetarëve në përgjithësi. Pra, vendimet e tilla nuk kanë sjellur asgjë tjetër vetëm shkatërrim, dëmtim të imazhit të Republikës Kosovës, dëmtim të ekonomisë, dëmtim të prodhimit, e në final edhe dëmtim të qytetarëve në përgjithësi. Po, krenare, në aspektin e ligjor tashme këtë çështje, çka pritet të ndodhë? Faktikisht si do të vijoj në aspektin ligjor gjithë kjo çështja e liberalizimit të tregut, kur dihet që e përmendet që faktikisht me këtë vendim të Supremës topi kalon tek ZRE-ja, po prapë çështja ka mbetur në një farë forme peng. Është e vërtet, pra çështja është për momentin peng. Gjykata Supreme ka qenë shumë e qartë pra në gjykimin të cilin e ka nxjerrur dhe ka bërë të ditur se cilat nene duhet të shfuqizohen dhe ky vendim natyrisht që i ka shkuar ZRE-s. Pra tash është bizneset për momentin nuk duhet të bëjnë asgjë, pra nuk duhet të ndërmarrin veprime të njanshme dhe sepse ky vendim nuk tregon se cilat biznese duhet të jenë në tregun universal, e cilat biznese duhet të kalojnë në tregun e lirë. Pra nuk është vendim i tillë. Nuk është një vendim as që ndalon liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, por thjesht është një vendim i cili ka shfuqizuar dy nene që kanë të bëjnë me kriteret për bizneset, pra se si duhet të kalojnë në tregun e lirë, apo cilat janë ato biznese që konkretisht kanë mundësi që të kalojnë në tregun e lirë. Pra nuk është një stopim i procesit, përkundrazi as bizneset, as oda ekonomike, po ashtu as shoqatat e tjera nuk kanë qenë kundër liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, por kanë qenë kundër formës se si është bërë ky liberalizim, sepse pra siç e tha dhe kolegu këtu që kjo ka sjellur një kosto të madhe dhe dëm të madh për ekonominë në përgjithësi, e pastaj kur dëmi është i madh për ekonominë, natyrisht që ajo që dëmtohet më së shumti është edhe xhepi konsumatorit. Po, pra për momentin vetëm çështja ka kaluar te ZRE-ja, ZRE-ja duhet të sqaroj gjithë. ZRE-ja e ka për obligim në fakt që ta përmbush këtë kërkesë apo këtë akt gjykim, sepse është titull ekzekutiv dhe mos zbatimi i saj është edhe vepër penale. Kështu që tani do të presim deri në këto momente, unë nuk pash diçka ndonjë reagim të ZRE-s, do të shohim se çfarë do të ndodh, por unë besoj që nuk do të kenë mundësi që dalin jashtë kornizave ligjore, të cilat pra i kanë natyrisht edhe ndëshkimet e saj.
Po, në anën tjetër, zotri Dreshaj, bizneset të cilët vetëm se kanë dalë në tregun e lirë, edhe tash duke pas parasysh këtë aktgjykim të Gjykatës Supreme, nëse bët edhe ndryshimi i këtyre neneve, si mund të ndikojnë në biznese pastaj? Keni parapar diçka, keni pasur ndonjë ankesë konkrete të bizneseve që lidhet konkretisht me këto dy nene, të cilat janë në bazë e tregut të lirë të energjisë? Po, ne duhet të besojmë që vendimin ZRE-ja duhet të pranën edhe të qëndron në vendimeve të drejtësisë dhe ne kërkojmë që ZRE-ja të stopon çdo vendim apo të shfuqizon vendimin i cili e ka nxjerrur me heret, edhe të bëjmë para përgatitjet para se të nxjerrë veprime tjera ose të bën veprime tjera, sepse do ta dëmton jashtëzakonisht ekonominë. Ne ashtu siç kemi kërkuar edhe si lidhje bizneseve, edhe por edhe oda tjera, kemi kërkuar se një vendim i tillë të shtyhet spaku për një vit, të bëhen gjitha përgatitjet që pastaj kur të fillon implementimi një vendimi tjetër pas këtij shfuqizimi të vendimit, të jenë të përgatitur që edhe kompanitë, por edhe institucionet përkatëse të jenë të përgatitur që mos të lojnë vakum institucional ose mos të lojnë zbrastirat të cilat do të sjellin pasojë dhe dëmtim në të bërë biznes. Ne kemi rekomanduar ZRE-s para se të nxjerrë vendimin dhe kemi treguar se kemi kompani të cilat edhe ashtu e potencoj kolegat që me fush veprimin e njëjtë, por për numër të punësimit kemi dallime, atëherë me implementimin e këtyre vendimeve që ju po e dëni ta bënet të plot fuqishëm, atëherë do të dëmtohet jashtëzakonisht veprimtaria e prodhuesve tonë. Kjo e dëshmoi qartë edhe importi dhe eksporti. Do të thotë ne kemi qenë të papërgatitur, edhe si institucione, por edhe si biznese, dhe vendimet e tilla na kanë punë në një situatë të tillë kur sot fatkeqësisht jemi në një situatë kur kush nuk e merr përgjegjësinë për humbjen e tregut të produkteve madje në Kosovë në tregun e botës. Do të thotë, për vetë faktin që kemi 7% të ramjes të eksportit në shtetet e botës, atëherë dikush duhet ta marrë përgjegjësinë. Cili institucion duhet të marrë përgjegjësinë për humbjen e tregjeve të cilat me mund me sakrificë, për 20 vite kemi punuar që ato tregje të tona t'i sigurojmë me produktet tona t'i lansojmë aty. Do të thotë një vendim i dëmshëm, një vendim i gutshëm, një vendim i mbështetur edhe nga ana e institucioneve përkatëse të qeverisë, e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë të bërit biznes, e ka dëmtuar prodhimin vendor, e ka dëmtuar edhe ka rrezikuar vendet e punës dhe ky vendim ne kërkojmë dhe besojmë që duhet të pranohet nga ana e institucioneve të drejtësisë, nga ana e Supremes këtë rast dhe ZRE-ja që të pezullon vendimin dhe njëherë mos nxjerr asnjë vendim tjetër, por t'i kthen gjitha bizneset në tregun e rregull sikur që ishte më herët dhe t'i bën parapërgatitjes që të implementon pastaj ligjin në konform konventeve edhe ndërkombëtare të Evropës, që janë të gjitha shtetet tjera në mënyrë demokratike, por duke asiguruar që të ketë treg fair edhe konkurrencë të lirë të energjisë, që çdo biznes ta ketë mundësinë për zgjedhjen e furnizimit nga secili operator që ata mendojnë, por jo duke i imponuar, por jo duke dalur në mënyrë të dhënshëm në tregun e lirë, sikur që kanë thënë, por ne gjithmonë kemi thënë se është treg i dhënshëm dhe ky vendim e japi mesazhin që zëri juën, zëri i mbështetjes të bizneseve të institucioneve, si oda kemi pasur të drejtën tonë, të drejtën të cilën bizneseve ju ka bërë padrejtësi e madhe. Ne po presim për veprimet e mëtutjeshëm, por nuk dua të besoj që ZRE-ja apo do një institucion tjetër të bën veprime të cilat do ta dëmtojnë dhe do ta vazhdojnë, sepse pastaj do të ketë pasoja tjera dhe do të ketë veprime tjera të cilat do të dëmtojnë edhe imazhin por edhe ekonominë përgjithësi. Po, Krenare, a ka hapësirë ligjore ose a mund të themi që ekziston ndonjë mundësi që e gjithë çështja të kthehet në pikën zero, ndoshta edhe ZRE-ja të heq dorë momentalisht nga liberalizimi i tregut? Nëse e marrim për bazë aktgjykimin e Gjykatës Supreme, pra aty nuk thuhet që duhet të kthehet në pikën zero. Pra aty nuk tregon se cilat biznese tani janë në tregun universal apo ndoshta e kanë ndalu totalisht liberalizimin. Pra aty thuhet qartë që ZRE-ja duhet të rishikojë edhe një herë, pra t'i rishkruaj këto dy nene, të cilat kanë qenë të padrejta për bizneset. Pra në këtë rast, ZRE-ja çfarë duhet të bëj është që t'i thras bizneset, pra në formë reale të ketë komunikime me ta, jo vetëm në themi kështu sa përsye faqe apo në mënyrë formale, dhe të rishikoj sakt pra gjendjen e secilit biznes, e po ashtu pastaj të ulet t'i shkruaj këto nene që të vazhdohet më tutje me këtë proces.
Pra nuk e besoj që kjo do ta ketë mundësim, pra si pas tak gjykimit nuk do ta kthej në pikën 0, por thjesht janë shfuqizuar dy nene të cilat duhet të rishkruen edhe njëherë pasi që të bëhet një analizë më e thellë e tregut. Pra i bie që me këtë vendim të Gjykatës Supreme në këto dy nene, i bie që ka pas bizneset të cilët kanë dalë në tregun e lirë pa përgatitur dhe pa qenë themi të gatshëm ose pa qenë në kategorinë e duhur për të dalë në treg. Ashtu pra e shpjegoi edhe kolegu Sak, pra sepse e din edhe Sak nga tereni se cilat janë edhe ato biznese. Shumica atyre pra kanë shkuar edhe drejt falimentimit, kështu që është e mirë, pra është një fitore për bizneset, është një fitore për të drejtën, atëherë aty ku nuk ndreq punë politika, pra është gjithmonë drejtësia ajo e cila e vendos në vendin e vet, kështu që tash do të presim, pra edhe një herë po them, do të presim nga zëreja që të ulet, të diskutoj me bizneset, të rishikoj këto dy nene e pastaj të vazhdohet më tutje, sepse askush pra nuk është kundër liberalizimit, edhe Kosova është pjesë e bashkimit evropian, edhe pse jo formalisht, por me qenë se synojmë që t'jemi pjesë e ngushtë të familjes evropiane, atëherë duhet të përmbushet edhe ky kriter, por natyrisht që kriteri që të përmbushet duhet të jetë i përshtatshëm edhe për tregun në Kosovë. Po në anën tjetër, zotri Dreshaj, duke pas parasysh këtë vendim, dhe duke pas parasysh këto dy nene të hedhura poshtë, faktikisht i bie, ashtu si që e thash që ka bizneset që kanë dalë në tregun e lirë dhe që janë dëmtuar, pavarësisht se nuk kanë qenë në këtë kategorinë për të dalë në tregun e lirë. Si do të funksionohet pastaj? Kush do të marrë barën e kompenzimit ose rikthimit të këtyre bizneseve? Cila është faktikisht zgjidhja që kanë kërkuar bizneset gjatë kësaj kohe, si janë qasur në lidhje me këtë pikë? Po, vetë presioni nga ona e ZRS, bordit e ZRS që ja ka imponuar bizneseve që dalin në tregun e lirë në mënyrë të dhënshëm, vetë presioni i bordit të ZRS i cili i ka jepë dhe afat kohor se nëse nuk dalin kompanit në tregun e lirë të energjisë dhe nuk lidhen kontrat, atëherë ato do të shkëputen nga furnizimi me energji dhe nuk do t'i garanton kërkush. Kjo është edhe një përgjësi shtesë që obligon ZRS për përgjësitë të cilat ajo i ka murë dhe i ka t'i kaluar një farmënyre edhe kompetencat në momentin që i ka kërcënuar bizneset, kështu që ne do të besojmë që ky vendim do të përmirësohet dhe do të kthehet në atë formën e cila i përket edhe shteteve të Evropës në frymën e konkurrencës të shëndetshëm. Neni 2 i akt të vendimit të gjykatës e cili e ka thonë në qartë se ka qenë plotësisht e gabueshme kriteret të cilat janë vlerësuar për të qitur në kategorinë në tregun e lirë të energjisë. Ne kemi pasur bizneset e cilat fushveprimi ka qenë i njëjtë, por numri punësuarve një kompani ka pasur 47 të punësuar, dërsa kompania tjetër ka pasur 53 të punësuar. Kjo dal në tregun e lirë të energjisë që është ngarkuar 3 fish me shtrejt, si sa konkurenca e cila e ka pasur 47 të punësuar, por qarkullimi ka qenë pothuajse plus minus 200.000, dikun rreth 3.200.000 në sillur dy kompani të cilat kanë prodhuar me të njëjtën veprim, për shembull ka qenë dyre dritare, dhe kjo e ka dëmtuar këtë kompaninë tjetër e cila është dalur në tregun e lirë të energjisë, vetëm se e ka pasur 53 të punësuar. Ne jemi dëshmitar se gjithmonë ne kemi bërë projekte, strategji edhe qeverit për të rritur numrin e punësuar që për të zbutur papunësinë, ndërsa çka na ndodhi erdhi në një moment i cili organet e shtetit, institucionet e shtetit i dëmtuan pikërisht ato kompanitë të cilat kontribuan që sadopak të zbutin papunësinë dhe kjo bëhet dyfishëm pa drejt. Kështu që ne po presim për vendimin e me të qeshëm se çka do të vepron ZRE-ja, do të njehim të gjitha institucionet e drejtësisë dhe drejtën tonë dhe bashkë me bizneset do të analizojmë për hapat e me të qeshëm lidhur me vendimin edhe të dëmshëm të cilin e kanë nxjerrur më herët, por do të presim në herë se çfarë do të bëhet me veprimet e tyre. Kështu që ne si lidhje bizneseve do të kërkojmë takim urgjent edhe me ZRE-n, besoj bashkë edhe me oda tjera, edhe do të takohemi që do të shikojmë mundësitë, modulin e vendimit të cilin pritet të bëhet plotësim ndryshimi i vendimit më hershëm i cili është vërtet shkatërrues për ekonominë. Po, krenari në këtë vendim të gjykatës, specifikohet koha, është caktuar ndonjë kohë kur ZRE-ja duhet të bëjë rishqyrtimin e këtyre neneve apo mbetet gjithçka në dorë të ZRE-s?
ka ndonjë kohë të caktuar se kur duhet të bëhet ndryshimi apo jo? Pra, unë mund të them që me këtë vendim të Supremës, pikë së pari nuk lejohet ankesë. Pra është një vendim i prerë, i cili është dërguar zëres, që të bëj rishërtimin e këtyre neneve dhe të zbatoj vendimin e Gjykatës Supreme. Në qoftë se nuk do të zbatohet ky vendim, atëherë do të pasojnë natyrisht që janë pasojat të tjera ligjore për mos zbatimin e vendimit, sepse pra siç thash përbën edhe vepër penale. Kështu që do të presim, do të shohim, nuk ka një kohë të caktuar se sa duhet, por presim që zëreja sa më shpejt të veprojë. Po, në anën tjetër, zotit Dreshaj, cilat e përmendën faktikisht që kriterët në bazë të cilës zëreja ka marrë vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë nuk kanë qenë të përshtatshme për bizneset, edhe u konstatua edhe në bazë të Gjykatës Supreme. Po cilat janë ndryshimet që ju presni që t'i bëj, ndryshimet konkrete që presni t'i bëj zëreja bazë këtij vendimi? Cilat janë ato ndryshime, ato kriteret që do të ishin edhe në favor të bizneseve? Po ne kemi kundërshtuar vendimin i cili ishte nxjerrur më herët, duke bazuar edhe në komunikata dhe deklaratat të cilat vetë bordi i zëres kishte thënë më herët se ne nuk kemi të gatshëm për ta implementuar ligjin i cili e obligon për të zbatuar nenet të cilat të qesin e tregun e lirë të energjisë, për shkak se ata kanë kërkuar nga institucionet, nga qeveria për të dorë një pjesë e subvencionit, për të shtyrë për një periudhë një vjeçare për të bërë plotësim ndryshimit e tyre. Do të thotë, para se të implementohet, qeveria e Republikës Kosovës duhet të nxjerrë subvencione që do të mbështet gjitha kompanitë të cilat priten bazë të kategorizimit që dalin në tregun e lirë të energjisë, të subvencionojnë dhe të bëjnë nga ato sigurimin e energjisë alternative dhe formave të ndryshme të cilat do të letojnë. Njëkohësisht kompanitë të sigurojnë që me periudhën kohore një vjeçare pastaj do të janë në tregun e lirë të energjisë, të punojnë që të bëjnë gjitha përgatitjes që pastaj gjatë implementimit të këtij vendimit mos të sjell asnjë pasojë qoftë në vendet e humbjes të punës ose në zvogëlim të prodhimit apo drejt edhe në rrezikim të falimentimit, të cilat të gjitha këto jemi përballur gjatë asaj periudhe. Kështu që zëreja do ta bëjë një analizë konkrete, do të diskutojmë se cilat janë ato kompani që cilat do të preken për më dalë në tregun e lirë të energjisë, do të analizojmë bashkë me kompanitë që ne ta analizojmë se pastaj të gjitha edhe qeveria, edhe zëreja, edhe përfaqësuesit e bizneseve në emër të bizneseve të shikojmë variantet të cilat janë më të mira që të dalim në tregun e lirë të energjisë. Mos të harrojmë se vetë fakti tregu i lirë energjisë do të jetë shumë pozitive nëse bëhen të gjitha përgatitjet finale, që do t'jetë favor për prodhuesit vendor, sepse tregu i lirë energjisë në kupton vetë termi i lirë, që ne do të blejmë dhe do të furnizohem me çmime më të lira se sa për konsumin e rregullt të energjisë të cilat e kemi me këtë sistem. Por jo t'i themi tregu i lirë energjisë e kosto të jetë trefishme e lartë sa tregu i rregullt të energjisë. Kështu që çështja është këto, pra që ta kuptojnë edhe shikuesit. Pra gjithë çështja ashtu që të paguhet pra më lirë e jo më shtrenjtë se sa vendet e tjera. Sikur që ndodhet në gjitha shtetet e zhvilluara të Evropës, me cilat kemi edhe bisedat dhe modulet e projekteve të cilat ata i kanë zbatuar kur kanë dalur në pjesën e tregut të lirë. Mos harrojmë se edhe Bashkimi Evropian ka dhënë një buxhet shtesë për të bërë përgatitjet për të dalur në tregun e lirë të energjisë dhe kjo ka qenë vërtet në mënyrë edhe qesharake kur zëreja nxjerr vendim dhe pa pasur asnjë parapërgatitje, pa pasur asnjë mbështetje, asnjë subvencion nga asnjë organizat, as nga institucionet e Republikës Kosovës, por vetëm duke thënë se okay, qeveria nali subvencionin dhe ne tash s'kemi opsion tjetër vetëm të qesim në tregun e lirë të energjisë. Kështu që ne besojmë që edhe zëreja duhet ta pret formimin e institucioneve, ne jemi të bindur që ky bord, çfarë do vendime që e nxjerr, nuk e ka më besimin as bizneseve, as qytetarëve, sepse këta kanë hapur një mesazh që veprimet e tyre të gatshme, veprimet e tyre të dëmshme për ekonominë e vendit janë veprime pikërisht të interesave të grupeve, të individave ku të dim ne, por veprimet e tyre na japin dyshimet tona se cilat këto veprime kanë qenë të dëmshme për Republikën e Kosovës. Pra ju presni që zëreja të mos marrë ndonjë vendim sa i përket edhe kësaj çështjes së Supremës, pa u konsultuar edhe me organizatat përfaqësuese të bizneseve. Natyrisht, ne do të thotë jemi për të zbatuar të gjitha ligjet e Republikës Kosovës, për të zbatuar frymën e Kushtetutës së Republikës Kosovës. Ne nuk kemi që të cënohet asnjë ligj, asnjë nen i ligjeve të Republikës Kosovës, por jemi që zbashku të bëjmë implementimin atyre për pasillur pasoja të dëmshme për ekonominë e vendit tonë. Kështu që
Unë e besoj që edhe zëreja këtu është edhe kolegja në pjesën juridike, nuk ka shkelje në qoftë nuk e implementon plotësim ndryshimin e vendimit me njëherë, por vetëm e shfaqezon këtë vendim dhe i kthen mbrapa dhe i bën pastaj përgatitjes për të nxjerrur një vendim tjetër ku do të bën plotësim ndryshimin e këtyre nenave që Gjykata Supreme veç që ka rekomanduar që duhet të shfaqezohen dhe të bëhen ndryshime të tjera të cilat janë në formë dhe në frymën e ligjeve në Republikën e Kosovës. Po, krenare, përmendet që faktikisht në vendimin e Gjykatës Supreme nuk specifikohet ndonjë periudhë kohore kur zëreja duhet të bëj këto ndryshime. A i lije kjo hapësirë zërejës që të zvarris më shumë këtë çështje? Po ka mundësi, sigurisht që do të ketë mundësi ndoshta që të zvarris, por nuk i kontribon as kujt, pra nuk i kontribon as ekonomisë së Kosovës, në veçanti nuk i kontribon konsumatorëve. Kështu që do duhet që sa më shpejt të ndërmiren këto masa. Unë besoj ndoshta që sot gjatë ditës zëreja do del me një komunikat dhe të shpjegoj pra për hapat që do duhet i të ndërmarrë, sepse kjo është formë detyrueshme për zërejen, pra kështu ka thënë edhe Gjykata Supreme. Kështu që do të ishte më mirë që sa më shpejt të bëhet shfuqizimi i tyre, pastaj pra të mblidhen bizneset, që të takohen, të diskutojnë realisht, të bëhet një analizë më e thellë dhe pastaj të vendosen edhe rregullore të reja në bazë të cilave do të kenë mundësi pra që bizneset ta bëjnë këtë kapërcim të fazës. Po, krenare, Besar, faleminderit shumë që ishit sot në rreth rrotullt. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kemi arritur në fund të pjesës së parë të emisionit, shkëputemi për pak minuta marketing.